Sot është provimi I parë I maturës, sa I rëndësishëm është rezultati I tij? Provimi maturës është provimi I parë që lidhet me gjuhën e huaj dhe jam e bindur që maturantët kur të dalin nga provimi, besoj kanë dalë nga provimi tashmë, kanë kuptuar se çfarë ngarkesë ka testi dhe jam e bindur që do kenë realizuar pritshmëritë e tyre në drejtim të provimit. Është shumë I rëndësishëm provimi I parë sepse thuhet që provimi I parë është këmbëmbar, që do të thotë sa më mirë të filloj, aq më me sukses hecën e gjithë cikli I provimeve në maturën shtetërore. Nga ana tjetër, besoj që është shumë e rëndësishme që nëse emocionet në ditën e parë të provimit janë shumë të forta, ato krijojnë mundësinë pasaj që ato të menaxhojnë të gjithë emocionet e provimeve në vazhdim dhe uroj shumë që të gjithë maturantët të kenë realizuar pritshmëritë e tyre në këtë provim të parë. Si mendon ti, si mund të jenë rezultatet? A janë kanë qenë mjaft të përgatitur? Unë nuk mund të them asgjë se si mund të jenë rezultatet, për arsye se nuk I përkas sistemit të arsimit para universitar, që të them deri ku kanë shkuar dijet e tyre, por në bazë të programit mësimor, nëse testi është I standardit mesatar, do të thotë që ka shansin që të gjithë maturantët të marrin rezultatin e dëshiruar dhe ata të cilët duan standardin më të lartë të kenë mundësinë që në këtë test të realizojnë pritshmëritë e tyre në mënyrën e menaxhimit të dijes dhe njëkohësisht në rezultatin që ata do marrin. Pra thënë ndryshe, në bazë të punës I ka bërë çdo maturant dhe jam e bindur që maturantët për sa I përket provimit të gjuhës huaj nga viti në vit kanë qenë gjithmonë në rritje rezultati, që do të thotë që rezultatet e mira tregohen me mënyrën se si ata procedojnë dhe me mënyrën se si ata janë formuar gjatë gjithë viteve. Duhet të themi edhe një fakt tjetër që gjuha e huaj nuk fillon në gjimnaz, po ka filluar që në sistemin e klasës së parë dhe po të shikojmë fëmijët sot janë shumë të ambientuar me gjuhën angleze apo edhe me gjuhët e tjera që I kanë gjuhë të para dhe që do të thotë që standardi I nivelit që ata dalin me nivelin e standardizuar B2, që do të thotë janë të aftë të menaxhojnë, të flasin, të bëjnë një tregim, të bëjnë një esen në këtë gjuhë. Besoj dhe dëshiroj shumë që rezultatet të jenë sa më të mira. Sa ka ndryshuar koncepti I shkollës në 10 vitet e fundit? A është bërë arsimi më I mirë apo më I keq? Të thuash që është bërë arsimi më I keq apo është bërë më I mirë, nuk mund të biesh me një të rënd të lapsit, pasi shkolla vet ka si qëllim formimin e nxënësve për qytetar dhe qytetar aktiv. Sigurisht që në këto 10 vite ka ndryshime të forta për arsye të ndryshimeve në gjeopolitik. Aktualisht sot që flasim, nuk kemi të bëjmë një shoqëri të qetë, kemi një shoqëri e cila është shumë e ngarkuar në sfidat që përjeton, jemi në fazë ku bota është futur në një kolaps dhe ka vende që sot bëjnë luftë dhe luftojnë, pra ka fëmijë që nuk I nënshtrohen provimeve, po janë të detyruar të mbjetojnë, pra të japin vlerë dhe jetës së tyre, dhe do të mendoja që sot me ndryshimet dhe me evolucionin e teknologjisë dhe të ChatGPT-s, natyrisht që edhe shkolla merr një tjetër rëndësi dhe qasja merr një tjetër rëndësi dhe mënyra se si duhet të arsimohesh, po njëkohësisht edhe se si duhet të marrësh rezultatet janë të ndryshme. Pra, aftësia e shkollës apo e arsimit për të bërë gjithëpërfshirës është atëherë kur ai përshtatet me kushtet gjeopolitike, kur përshtatet me standardet dhe cilësitë e zonës ku vepron dhe ne jemi zonën europiane, të gjithë sistemit të arsimit para universitar dhe universitar, me standardet dhe cilësitë e mësimdhënies, por dhe me teknikat më të mira. Në këtë pikë ka gjëra që janë përmirësuar, po ka dhe shumë gjëra që duhen rregulluar, duke filluar që nga rritja e investimit që duhet bërë në arsim nga shteti,
për kualifikimin e mësuesve, për metodat bashkohore, për mënyrën e kurikulës, për qasje se si duhet ndihmuar fëmijët dhe për filozofinë e mësimdhënies në mënyrë që nxënësit dhe më pas studentët të jenë të aftë të marrin në duart e tyre aftësitë, kompetencat për dijet e qëndrueshme edhe për garën që do të vazhdojnë në të ardhmen në drejtim të arsimimit dhe të punësimit. A kemi kurrikulat e nevojshme universitare? Nëse jo, çfarë duhet të ndryshojë? Universiteti është hallka lidhëse tjetër e cila lidhet me sistemin parauniversitar. Nuk mund të funksionojë universiteti mirë në qoftë se nuk janë dy lidhje shumë të fuqishme, siç është parauniversiteti dhe sistemi arsimit lartë. Natyrisht që është shumë e rëndësishme të kuptohet dhe të vlerësohet kurrikula parauniversitare dhe të kuptohet ku do shkojmë me kurrikulën universitare. E vërteta është që standardet dhe cilësia në sistemin e arsimit janë të detyruar të realizohen të plota për arsye të sistemit evropian që ne kemi. Çdo institucion arsimor nuk mund të veprojë dhe nuk mund të hapi programe nëse këto programet nuk janë në bazë të standardeve të nevojës së zhvillimit të vendit, në bazë të standardeve të nevojës së zhvillimit të rajonit dhe mëtej, dhe në bazë të modeleve bashkohore. Sot teknologjia është bërë aq e fortë sa që në garën e fortë midis dijes, midis modeleve dhe midis programeve, ato garojnë shumë fort, prandaj dhe universiteti është një sfidë të radhës. Në sfidën për të rritur potencialin intelektual të pedagogëve në drejtim të kurrikulës, të mësimdhënies, të silabuseve dhe të formimit akademik të studentëve, për të nxitur atë që quhet vlera e kërkimit shkencor dhe e vlerësimit të tyre në gjithë ciklin universitar, për t'i mësuar dhe për t'i orientuar nxënës studentët që të jenë të aftë në procesin e të nxëjturit dhe në procesin e punësimit, që do të thotë diploma të përkthehet dhe të jepet si një diplomë e nevojshme në sistemin e punës, pra në gjithë sektorët, për të përzgjedhur profesione të cilat sot janë bashkohore, po duhet të qëndrojnë në bashkohësi edhe kohës, që do të thotë në garën që ndodh, duhet kemi kujdes se cilat janë profesionet që do qëndrojnë deri në 2050 dhe për këtë duhet të investojmë fort, dhe njëkohësisht për t'i kthyer një qasje të re sistemit të arsimit të lartë, i cili duhet jetë sistem bashkëpunimi, por edhe kërkimi në zhvillimin e ekonomisë së një vendi apo në zhvillimin e rajoneve dhe të vendeve. Pra, të shohim kurrikulën bazike, të ndihmojmë në zhvillimin e saj, të krijojmë element bashkohësie dhe bashkohor, ta bëjmë sistemin e arsimit të lartë arsim praktik, jo vetëm teorik, dhe të krijojmë aftësi studentëve që me marrjen e diplomës, dija e tyre të përkthehet në një dije të qëndrueshme, jo në analfabetizëm funksional të standardizuar me certifikim universitar. A mendoni se në Shqipëri këto studentë që mbarojnë shkollat dhe marrin diplomën kanë vende punësimi, a vlerësohen? Duhet kuptuar një gjë, që sistemi i punësimit nuk fillon për një herë sapo ti mbaron shkollën. Jo vetëm këta studentë që janë sot, po dhe në kohën time, kur sistemi i arsimit ishte i planifikuar, pra nxirreshin aq më shumë, numër të caktuar mësuesësh, numër të caktuar studentësh, numër të caktuar aplikantësh të cilët duhet të vepronin për të shpërndarë në gjithë Shqipërinë, që ti të arrije nivelin më të lartë do të filloje nga shkallët e veçanta, pra do të filloje të ngjisje shkallë mbas shkalle ato që quhet zhvillimi i karrierës. Për këtë arsye duhet të kuptojnë studentët dhe tashmë ka arritur në nivelin e ndërgjegjësimit, që përpara se ti të shkosh dhe të realizosh pritshmëritë e profesionit tënd apo të standardit tënd, duhet të dish që në fillim duhet të mësosh punën dhe rregullat e saj. Pastaj duhet të kërkosh ndërkohë kur ke mësuar disa aftësi,
që lidhen mbas bankave të shkollës, të fillosh të hysh në nivelin e standardit të asaj për cilët ti je diplomuar, të kalosh garat me radhë, sidomos për ato që janë profesione të rregulluara, ku duhet bësh praktikat mësimore, duhet marrësh licencën, pastaj të bësh garën për të hyrë në vendin e punës, pastaj për të mbajtur vendin e punës. Të gjitha këto bëhen sepse sot kemi një sistem tjetër, sistemi i konkurencës dhe merit preferencës, që do të thotë ndryshe. Ti mund mbarosh një shkollë, 2 shkolla, po shumë e rëndësishme të kesh aftësinë çfarë di të bësh, si do përballesh me tregun e punës dhe si ti e mendon veten. Prandaj shumë i rëndësishëm këshillimi i karrierës. Për të parë, jo vetëm profesionin që ti dëshiron, por dhe profesionin që nesër do të hapi dyert e punësimit. Kjo është dhe arsyeja që përpara se të hapen programet, një nga pikat e programeve në universitet është të shikohet sa ky program do përputhet me atë që quhet punësimin në zhvillimin e një vendi. Ndaj koordinimi i politikave që lidhet midis sistemit të arsimit universitar dhe zyrave të punës dhe punësimit është një kriter shumë i rëndësishëm dhe për këtë arsye universitetet e ndryshme publike dhe jo publike gjatë kohës apo në ciklet e saktuara kohore bëjnë atë që quhet takimi i alumnëve, pra studentëve të cilët kanë mbaruar universitetin dhe ndërkohë janë punësuar në vendje për të promovuar vlerën e punësimit dhe vlerën e lidhjes së punës me tregun e punës me dijen. Një gjë duhet të jetë e sigurt që punën duhet ta kërkosh fort dhe duhet të shikosh cilat janë armët e tua në dorë për të realizuar atë që quhet rekrutimin në punësim, duke pranuar në fillim punën sezonale, pastaj punën e pjesshme, derisa të futesh në atë që quhet profili yt dhe dia jote e cila nuk do të mbarojë aty, por do të vazhdojë gjatë gjithë jetës sepse do duan kualifikime të ndryshme për të mbajtur vendin e punës apo për të krijuar në tregun privat një aktivitet të ëndël në kuadër të formimit që ti ke marrë. A ofrojnë universitetet shqiptare praktik për studentët, do me thënë që gjatë kohës studimit ato të praktikojnë në profesion, në profilin e tyre që kanë? Absolutisht po, sepse kjo është pika e kurikulës që nuk e nga lëviz, se në të kundër ti nuk diplomohesh dot dhe nuk vlerësohesh nga Agjencia e Vlerësimit për programin. Kjo histori ndodhë në vitin e tretë, ku në vitin e parë kemi 80% pjesë teorike, 20% praktika ose detyra kurse të udhëhequra. Në vitin e dytë shkon 70-30, kurse në vitin e tretë e kemi teoria shkon 40 dhe praktika shkon 60. Këto janë të detyruara që institucionet arsimore të arsimit të lartë të nënshkruajnë marrëveshje me zyrat e punësimit, me zyrat e praktikës, me sistemet e dedikuara dhe në fund të çdo praktike mësimore studenti merr atë që quhet vlerësimi i punës nga pedagogu mentor dhe nga institucioni ku ai ka realizuar pritshmërinë. Mbasi mbarohen këto, ai ka të drejtë të diplomohet dhe mbas diplomimit ai ndërkohë kur do të marrë atë që quhet stazhi i punës për të marrë pjesën e kualifikimit apo pjesën e licencës, duhet patjetër që të praktikohet në një nga studiot apo në një nga zyrat apo në një nga institucionet të cilat në fund do të japin shansin dhe për të licencuar që ai ta ushtrojë këtë profesion, që do të thotë i gjithë sistemi në aspektin e hartimit të programit është i rregulluar. Kjo rregullon dhe marrëdhëniet e praktikave dhe detyrimet që lindin nga ky sistem. A është më mirë shkolla private apo shteti? Ku është diferenca ndaj këtyre dyave? Kjo është një pyetje naive që në fakt nuk bëhet, kjo duhet kuptuar si një nevojë që kanë dy institucionet. Ne sot në Shqipëri, në kuadër të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, kemi të drejtë që t'u japim qytetarëve një arsimim të mirë dhe arsimim të dedikuar. Dhe po ta shohësh në këtë qasje dhe në këtë këndvështrim, sot në Shqipëri funksionojnë dy sisteme, sistemi publik dhe sistemi jo publik, po që janë e mirë kombëtare, dhe që është detyruese. Të dyja sistemet, po sistemi jo publik është më i kontrolluar nga shteti në mënyrë që të mos çedohet. Në qoftë se sistemet jo publike të ofrojnë kurse më shumë apo të ofrojnë
laboratore, praktika, modele më bashkohore, kjo nuk do të thotë që sistemi publik nuk ta ofron këtë gjë. Kjo është në kuadër të zgjedhjes që ka çdo individ, në bazë të kërkesë ofertës, në bazë të nevojave që ka, në bazë të pritshmërive që ka, çdo individ realizon pritshmërinë e tij, por ne duhet kuptojmë që numri i nxënësve dhe i studentëve që ndjekin universitetin jo publik në raport me universitetin publik është 30% me 70%. Pra, në Shqipëri, ajo që është zëri më i fuqishëm është sistemi publik. Sistemin jo publik e zgjedhin ata të cilët kanë pritshmëri të tjera, kanë nevojë të tjera, kanë dhe kushte për të bërë pagesa, megjithëse po të shohim edhe sistemi publik i sistemit të arsimit të lartë ka pothuajse një kuotë të caktuar detyruese që duhet ta realizojë studenti. Kjo varet në nevojën dhe orientimin që ka ai. Çdo universitet bën politikën e tij dhe çdo universitet thotë që unë jam më i miri pasi niset nga vetja e parë. Dhe unë do thoya që atje ku unë jap mësim ke Universiteti Mezetar, për mua është ndër më të mirët dhe është nga ata që garon fort jo vetëm në Shqipëri, po edhe diasporë dhe më tej. Gjithsesi, secili nga ne bën zgjedhjen e tij dhe çdo individ e rëndësishme është të ketë mundësinë për të bërë zgjedhje. Pastaj hap pas hapi realizon pritshmërinë me objektin, me qëllimin dhe me formimin. Një gjë është e sigurt, që universitetet nuk i mbyllin dyert mbasi studentët ikin, si publiku dhe jo publiku, madje mund bëhen një zë i fuqishëm për mbështetjen e tyre dhe për kalimin e trashëgimit të brezave nga brezat në kuadër të mësimdhënies, në kuadër të vlerave të tyre dhe në kuadër të asaj që quhet krenari e institucioneve, pasi nuk e bëjmë vetëm muret apo godinat institucionin, po e bën jeta studentore, e bën aktivitetet e ndryshme, e bën modelet e ndryshme perëndimore, e bën programet Erasmus, e bën kërkimi shkencor, e bëjnë metodat e përzgjedhura, e bëjnë thithja e studentëve të huaj, siç është rasti jon, që kemi rreth 7-10 studentë që kanë ardhur nga India dhe që sot po ndihen shumë mirë dhe që njohin dhe Shqipërinë. Pra, qendrat universitare duhet të kthehen jo vetëm në qendra dije, po dhe në qendra promovimi të vlerave të Shqipërisë dhe në qendra ku neve të krijojmë një bazë të rëndësishëm për te institucionit për zhvillimin e vendit dhe të rajonit. Politikat arsimore të fundit si të duken? Politikat arsimore të fundit janë politika të cilat do të ishte jemi larg asaj që në fakt do donim që të na realizohej. E filloi duke u nisur nga fakti i parë, që është shumë i dhimbshëm, që nuk e kemi të rritur fare GDP-n e arsimit, jemi shumë larg të tjerëve, pra kemi 2.8% në përgjithësi në gjithë sistemin, që do të thotë sistemi arsimi pa para pothuajse është e pamundur që të bëhen, nga këto rrjedhin dhe shumë gjëra të tjera. Janë bërë disa retushime, do ta quaja, por, pra janë bërë disa rregullime, por këto janë rregullime sporadike. Sistemi arsimit është halk zinxhiri që fillon që nga sistemi para universitar, pra para shkollor, që fillon që ke çerdhen ende nuk e kemi të rregulluar as me ligj, as me VKM, as me mënyrën se si duhet menaxhuar për të vazhduar, dhe kjo fut atë që quhet fëmijëria e hershme, që duhet edukuar mirë për të lidhur me sistemin parashkollor, dhe këtu fillon gjithë problemi i edukimit dhe çedukimit apo çedimit të sistemit, për të vazhduar në sistemin e bazik, për të vazhduar ke gjimnazi ulët, gjimnazi lartë dhe për të përfunduar në universitet dhe në kërkimin pas universitar apo ato që quhet sfidat e kualifikimit gjatë gjithë jetës. Ne çdojmë ke statusi mësuesit, jemi larg pagesave që duhet t'i japim, pasi mësuesit ka nevojë që të paguen me tjetër status, duke patur parasysh që me gjithë rrogat që u ngritën në raport me çmimet që janë ngritur dhe me standardin e jetës nuk kemi ngritje, pra jemi po aty, ndërkohë që kemi nevojë të bëjmë një frymë më të madhe në drejtim të nevojës që ka për investimin në arsimin e qëndrueshëm. Shikojmë që sot familjet në Shqipëri e kanë shumë të vështirë të bëjnë një punë, ju duhet të bëjnë 2 apo 3 punë, të vrapojnë shumë për të realizuar pritshmëritë. Prandaj do doja të thoja që jemi pranueshëm, por nuk kemi realizuar pritshmëritë që kërkohen, po unë do doja shumë dhe shpresoj shumë që neve t'i japim një vëmendje shumë të madhe rolit të mësuesit
dhe mendoj që duhet fillojmë tani, se jemi shumë vonë, të bëjmë ca politika detikuese për gjithë studentët që duhet të futen në sistemin e edukimit për sa i përket procesit të mësimdhënies, që do të thotë për të bërë mësuesit të së ardhmes, se frika ime është që në 2050 nuk do të kemi më mësues, dhe 2050 është shumë afër, vjen shpejt, nuk është shumë larg, dhe duhet të mendojmë që në 2030 do shikojmë situatat e para të asaj që quhet rënim ose bjerje e këtij sistemi për sa i përket mësuesve të shkencave eksakte, të shkencave shoqërore, por dhe mësuesve të kopshteve, sepse të gjitha profesionet mund të zëvendësohen me inteligjencën artificiale apo me robotikën, por mësuesi është e pamundur të zëvendësohet, ashtu si dhe infermieri që të bën gjilpërën, ashtu si dhe ca profesione të tjera që lidhet me psikologun apo këshilluesin, që është e pamundur që të bësh me robotin, apo ti mund të marrësh informacion nga ChatGPT-ja, por ti ke nevojë të komunikosh, të kumtosh, dhe të gjitha këto i bëjnë disa profesione që nga studimet e fundit që ka bërë edhe Banka Botërore, ka treguar që 4-5 profesione që janë sot do të jenë të panegociueshme dhe të pandryshueshme. A jeni pro ChatGPT-s? ChatGPT-ja sigurisht është pjesë e jetës së njeriut dhe ashtu siç thot populli që ka një shprehje shumë të bukur, thot gjella me krip dhe kripa me karar, që do të thot ChatGPT-ja nuk duhet na varsoj ne, po ne duhet ta bëjmë ChatGPT-n që të na shërbej në interesin ton, jo për të menduarin bardhëzi, po për të krijuar dhe për të kërkuar metoda dhe metodologji në drejtim të mësimdhënies, në drejtim të modeleve bashkëkohore, në drejtim të një informacioni të thelluar, në drejtim të orientimit drejt shkencës apo të menduarit think tank, në drejtim të garës apo të debatit konstruktiv, dhe në drejtim të disa modeleve të cilat lidhen me zhvillimin global, duke patur parasysh që në kohë dhe në informacion të vjen shumë i shpejt dhe ti ke mundësi ta përpunosh dhe të japësh idetë tua në inovacionin apo në zhvillimin tënd. Pra, është i nevojshëm, por duhet të realizohet dhe të përdoret me masë. Se po të dëgjojmë vazhdimisht që arsimi ka rënë, kush është fajtor për këtë? Është shumë kollaj të thuash që për një gjë që ta rënë, është si puna atyre njerëzve që kur e shohin nga jashtë sistemin, ju duket i keq, po duhet jesh brenda sistemit që të marrësh përgjegjësitë. Personalisht kam 40 vite që jam brenda këtij sistemi dhe kam kuptuar një gjë. E thash që nuk kryet herës, nëse nuk ke investim në arsim, dhe investimi fillon nga pushteti qendror në pushtetin lokal, është e pamundur që të realizohet arsimi. Megjithëse prindërit shqiptar janë prindër të jashtëzakonshëm, të cilët investojnë shumë për këtë sistem dhe mundohen që të japin maksimumin e tyre, duhet të kuptojmë që në çdo lloj investimi që bëhet, nuk është e thjesht të menaxhohet në momentin kur ti nuk e investuar në kapitalin human. Dhe kapitali human janë mësuesit. Mësuesit kanë shumë nevojë të ndihmohen për t'u trajnuar. Mësuesit kanë shumë nevojë për t'u ndihmuar që të marrin elementet bashkëkohor gjatë kohës që ata rriten. Mësuesit kanë shumë nevojë për t'u dhënë ndihmë psikologjike sepse janë shumë të ngarkuar. Mësuesve ju duhet e hequr gjithë ajo ngarkesë burokratike që ju ka dhënë ku në kohë pune dhe në orë pune nuk realizohet dot. Nga ana tjetër, shkolla duhet bëhet më miqësore, të ketë frymë më shumë dhe fëmijët të trajtohen më me empati. Po një pikë shumë e rëndësishme lidhet edhe me prindërimin, jo të gjithë prindrit janë të aftë të menaxhojnë prindërimin, prandaj duhet krijuar modele të reja dhe pikërisht është detyrë e institucioneve përgjegjëse, po dhe institucioneve të arsimit të lartë që të krijojnë kurse prindërimi që janë shumë të nevojshëm për të gjithë, pasi jo çdo kush mund të ketë marrë diplomë për prindër, madje mund të thuhet se deri më tash nuk ka patur shkollë për prindërim. Tani është momenti që të bësh formime të tilla që të bashkëjetojnë së bashku me fëmijët, pasi në vrapin e tyre prindërit e kanë të pamundur të dinë gjithçka, po nga ana tjetër duhet të jenë ata që t'i mirë orientojnë të gjithë bashkë. Dhe shoqëria është bërë shumë bullizuese se
shumë e ngurtë dhe promovimin e vlerave nuk e shikon vetëm si vlerë për një talent apo për një risi, po e shohim vetëm ke ekselenca. Çdo të thotë ekselencë. Sot shoqëria nuk ka ekselencë, sot shoqëria ka individ të cilët kanë arritje më shumë se sa moshatarët e tyre, por kanë edhe një zhvillim në një fushë të caktuar që quhet talent. Pra, nëse ne do nxisim garën e barabartë, po jo duke e bërë me të tjerët, po duke e bërë me veten dhe duke nxitur që t'ja hapim të gjithë çakrat e trurit një njeriu, atëherë ne kemi realizuar pritshmërinë më të madhe, aftësinë e tij për ta vënë në punë në aftësimin e jetës. Këto janë gara të forta, janë gara që duan kurajo, prandaj mendoj që duke e parë në këtë kënd vështrim, shpeshherë prindrit thonë që sot arsimi nuk është ai që është, shpeshherë analistët të përmedia dalin dhe thonë që sot nuk e kemi realizuar pritshmërinë, por nëse ne do bëhemi të gjithë bashkë për të vënë secili nga një tull në këtë hall kaq të madh, se unë mendoj që nuk ka familje që nuk është e prekur apo që nuk është e lidhur me arsimin. O do jetë gjysh, o do jetë teze, o do jetë daj, o do jetë prind, o do jetë nën, baba, ose do jetë një specialist i fushës, pra të gjithë në një formë apo në një tjetër jemi dhe bashkëfajtor, po jemi dhe viktima. Për këtë arsye duhet të heqim këtë lloj roli dhe këtë lloj elementi komun dhe këtë lloj pyetje që kush është fajtori, fajtori jemi ne, po kush është përfituesi, përfituesi jemi ne, dhe ka ardhur momenti që të ndryshojmë qasjen dhe të japim një vizion tjetër për arsimin. Arsimi duhet kthehet siç janë vendet në Finland apo vendet nordike, ku tashmë janë kthyer të gjithë librit, ku kanë kuptuar që rrjetet sociale janë një nga armiqtë më të mëdhenj që e bëjnë mendjen që të jetë e kapur dhe e varur, ku duhet të kuptojmë që elementët e inteligjencës janë të nevojshme, po dhe pa to mund të bëjmë, po kur duhet kuptuar që ajo që jep vlerë arsimit është kapitali human, pra mësuesi, është vlera që janë fëmijët dhe është mënyra se si ne duhet të qasemi nëpërmjet empatisë, që është një nga sfidat më të mëdha të shoqërisë sonë. Si po menaxhohen shkolla shtetërore, kur gjitha nivelet aktualisht kemi një sër raportimesh për drejtues të dënuar më parë. Kam parasysh rastin më të fundit të Shkodrës për administratorin e Universitetit të shkollës, zoti Molla. Kjo nuk ka të bëjë me rastet e menaxhimit të shkollave. Duhet të bëjmë një ndarje që ta kuptoni dhe ju, edhe të gjithë të tjerët kur ndërtohet një pyetje. Institucionet e arsimit lartë kanë dy nivele, ka nivelin e menaxhimit akademik, që bëhet nga rektorati, dhe ka nivelin e menaxhim, pra të financave të ardhurave të nevojave që ka universiteti, që bëhet nga bordi i menaxhimit. Në rastin aktual të Shkodrës, është një rast hipotetik dhe është një rast flagrant, do ta quaja unë, që në këtë moment nuk duhet të kemi individ të tillë të cilët menaxhojnë institucionet jo vetëm arsimore, por institucionet që merren me elementin e politikave financiare. Kjo quhet një rast që edhe rektori i universitetit, profesori i nderuar, e ka vënë në dieni dhe ka nxjerrë si problem dhe si pritshmëri. Besoj dhe do doja shumë të vlerësohej që në rastet kur kemi thyerje të ligjit, kur kemi individ të cilët nuk plotësojnë edhe kodin moral, po edhe kodin ligjor në kuptimin e menaxhimit dhe në drejtimin e një institucioni shumë të rëndësishëm, duhet të ketë reagime ligjore dhe duhet të ketë vendime të cilat duhet jenë të formës së prerë. S'do doja kur që të kishte institucione të cilat keq menaxhohen nga individ për interesa partijake, për interesa të vogla, apo për interesa ku ligjet nuk zbatohen dhe ligjet keq interpretohen. Çfarë do t'u jepi një këshill të gjithë studentëve shqiptar dhe ato që janë sot në provim maturës, ku do të hedhin hapat e parë universitar?
do doja shumë dhe do dëshiroja së pari që ata të realizonin pritshmëritë e tyre, do t'ju thoja që çdo lloj rezultati që të marrin ta vlerësojnë dhe ta menaxhojnë mirë emocionin e tyre. Do doja shumë që ata ta vazhdojnë studimet e tyre, edhe ata që nuk marrin rezultate maksimale, të vazhdojnë studime duale, pra në universitet janë studime 2 vjeçare që i kanë si institucionet publike dhe ato jo publike. Do doja shumë që ëndrat e tyre të bëhen realitet dhe dua t'ju them vetëm një gjë. Ky nuk është fundi i vijimeve të studimeve, po është pjesa fundore e përfundimit të ciklit të sistemit para-universitar, por në momentin e mbarimit të këtij cikli dhe vazhdimi i cikleve të tjerë, ata do kenë shumë provime në jetë dhe provimet e tyre duhet të jenë provime që lidhen me formimin e tyre, që lidhen me bërjen e tyre në qytetar të mirë dhe qytetar aktiv, që bëhen me dijen që ata marrin dhe me sfidat që ata do të kenë përpara. Unë për një gjë jam e bindur, të rinjt tanë janë të jashtëzakonshëm dhe kanë një energji të jashtëzakonshme. Ata garojnë shumë bukur me të gjithë bashkëmoshkatarët e tyre në Europë, po dhe në botë. Ata kanë një fat të madh që jetojnë në një vend të bekuar siç është Shqipëria, për sa i përket resurseve dhe gjithçka tjetër. Ne të rriturit ju kemi një bord, se ja u kemi të zgjatur tranzicionin dhe kjo ata i ka lodhur dhe shoqëria shqiptare po kalon një depresion të fortë social, i cili shfaqet në të gjithë elementët tanë. Shpresoj shumë që e keqja të mbyllet dhe cikli të mirës, shpresës, dashurisë, mirësisë, meritës, motivimit, begatisë, të ndjeki të gjithë të rinjt tanë dhe fëmijët tanë, pasi në fund të ditës jemi të gjithë detyrues për t'ia u lënë të ardhmen të fëmijëve apo të rinjve më të mirë se që kemi kaluar ne. Brezi im që i përket viteve 60 ka qenë brezi ku ka kaluar të gjithë vështirësitë e brezave, se ka qenë një brez sanduiç, ka qenë midis viteve para 90-s dhe pas 90-s, kemi punuar fort, kemi lobuar fort dhe jemi ndoshta brezi më i varfër për sa i përket edhe të ardhurave në mënyrën se si kemi punuar. Unë mendoj që brezi i ri ka ndryshuar qasjen edhe të standardit të jetës dhe të mënyrës së jetës, por ne duhet t'i ndihmojmë që asgjë nuk fitohet pa punë, pa djers, dhe ajo që fitohet pa punë dhe pa djers është aq e përkohshme sa që të krijon një iluzion irreal që nesër nëse do përballesh do kalosh në depresion të fortë mental. Prandaj ju them, mend në kokë dëshirën për të realizuar dhe për të mësuar fort, dhe garën ta bëjnë me vete dhe jo me të tjerët, pasi për të gjithë ka shpresë, për të gjithë ka një mundësi të ardë, duhet ta japim mundësinë duke vlerësuar veten, duke vlerësuar familjen, duke vlerësuar vendin dhe duke u bërë patriot të mirë në gjithçka që duhet të bëjmë për të drejtën, për lirinë, pasi liria dhe drejta janë dy hallkat kryesore të njeriut që lidhen me atë që unë nuk dua të ma bësh ti, unë nuk duhet ta bëj ty, dhe liria ka një çmim shumë të madh që të jep mundësinë për të thënë të vërtetën deri ku ajo të dhënë që të mos të ndodhi për të tjerët. I uroj shumë suksese maturantëve dhe jam shumë e bindur që shansi për zgjidhjen e dëshirave dhe ëndrave të tyre tashmë po troket në derën e tyre, ndaj të konsultohen me prindërit, të konsultohen me shokët, por të realizojnë dhe dëshirat e tyre në mënyrë që e ardhmja e tyre të jetë sa më e bukur. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj dhe ishte shumë kënaqësi për mua që u bëra pjesë e emisionit tuaj. Mirënjohje dhe shumë suksese dhe një muaj të mbar. Faleminderit gjithashtu.